kam tre rrugë. Ose të çmendem, ose të besoj në Zot, ose të nënshtrohem lëndëve narkotike ose alkoholit. Smundja nuk mund të jetë më e fortë se sa jemi ne vetë, dhe fundja një ditë do të vdiset nga diçka. Dhe asnjë moment nuk e kam marrë se kjo është fundi im, kam shumë plane për të bë. Kisha shumë ëndra që një nga ato, do me thënë, e realizova, ishte shkuarja në Umre. Kam shkuar 4 ditë mbas marrjes së hemoterapisë, të gjithë kanë qenë kundër sepse ka ecje shumë. Unë e përballova, kam bërë 2 umre, një prej munje për nanën. Kemi ecur dikundi 13-14 kilometra në ditë dhe përballova. Pas kësaj ishte posti i ri që e mora si nëndritoresh e arhivit shtetëror dhe vazhdoj me ëndra dhe me gjëra tjera. Shpresoj që fati këtë herë do të jetë nanën time dhe do t'i përjetoj gjërat dhe do t'i bëj gjërat që kam planifikuar dhe me të cilën rrinën dhe andinën do t'a bëj krenare. Pas seancës së kineterapisë, pas disa ditësh, tregua që morët një udhëtim, ajo pjesa e pozitivitetit, sportivitetit që jeni mundu gjatë tërë kohës, lidhet edhe me lidhjen tuaj me besimin tuaj të njëjtën kohë, apo jo? Një lidhje të fortë. Lidhet, unë kam një lidhje të madhe, do me thënë, sepse besoj çdo gjë, besoj në fuqinë e Zotit, besoj në forcën që ai jep dhe besoj në atë që është e shkruar. Por besoj edhe në atë që sepse Zoti nuk të e pas gjë të gatshme. Çdo gjë duhet të mundohemi për ta arritur. Qoftë në çdo religjion, qoftë politeist, monoteist, lidhet me atë besimin tonë, qoftë me meditimin, qoftë me atë anën psikologjike, me forcën, qoftë ta quajmë me fuqinë binatyrore ose me Zotin, është një fuqi të cilën jep kurajo dhe me mbështetje. Dhe me ka ndihmuar shumë. Në rastet më të vështira, ajo lidhja ime me Zotin, meditimi me namaz dhe me besimin në atë më ka ndihmuar shumë. Sepse çdo gjë është e shkruar sipas mendimit tim. Nëse nuk ishte e shkruar, unë isha në makinë, në të njëjtën kohë me vajzën, isha shumë më e dëmtuar, do të kisha vdekur unë, jo ajo. Nga ana mjekësore, ndoshta nuk kam pasur gjasa për të jetuar, por Zoti më ka zgjedhur ndoshta për ndonjë mision, për të qenë këtë botë dhe për të inkuaruar njerëzit tjerë, sepse me besim mund të arrihet çdo gjë. Dhe sinqerisht, shkuarja në Umre më ka ndihmuar shumë. Asnjëherë një jetë nuk e kam ndjer atë qetësi që e ndjej atje. E ndjeja sikur çdo gjë ishte kalimtare dhe sikur tani e kam arritur qëllimin e jetës tim. Keni pas gjithmonë këtë raport, këtë lidhje në aspektin fetar, apo kanë qenë paka shumë edhe historitë e shumta që ndonjëherë ju kanë bërë të mbështeteni më shumë? E kam pasur çdo herë, por njeri kur i ndodh më e keqja ndoshta afrohet. Se shpesh herë me njerëz që nuk janë ndoshta shumë besimtar, më kanë thënë si mund të besosh se Zoti të ka marrë një qenje aq të vogël, aq të brisht. Edhe përgjigjja ime ka qenë kam 3 rrugë. Ose të çmendem, ose të besoj në Zot, ose të nënshtrohem lëndëve narkotike ose alkoholit. Do me thënë, njeriu në dhimbje të madhe mund të eskaloj nga vetvetja dhe është kufiri i vogël për të qenë vetvetja dhe për të kaluar për të çmendur. Do thënë, sepse në trauma të mëdha, psikologët dhe psikiatrët mund ta shpjegojnë më mirë, është kufiri midis të qenit i kthjellët dhe për të çmendur. Është shumë kufiri i vogël kur bëhet fjalë për një traumë të madhe ose dhimbje të madhe fizike dhe shpirtërore.